Në të gjitha këto vitet që le të themi ke qenë aktive në gazetari, sa ka ndryshuar? Pra, si është të bësh një emision tani, si është të bësh Hipokratin tani, dhe si është të bëje emision dikur? Pra, është bërë puna më e thjeshtë? Është bërë puna më e vështirë? Nuk mund të them më e thjeshtë, sepse nëse do marrësh thjesht përgjegjësinë e madhe që të jep hapësira publike, nuk do arrije kur të bëje sukses. Po. Do të thoja, ndoshta respektimi i ca rregullave, ca rregulla që nuk ndryshojnë ose nuk duhet të ndryshojnë në një profesion, cili do qoftë ai, me ndryshimin e kohës. Gjërat mund të vinë në një mënyrë tjetër, mund të kenë risinë brenda të kohës. Po. Dhe gjithçka që kërkon edhe publiku, po edhe koha. Ndoshta ndonjëherë do ishte mirë që gjithsecili nga ne të bënte diçka përtej kohës. Pra ti shkonte në avangardë. Ti paraprinte kohës. Ndërkohë, të punosh me rregulla dhe me përgjegjësi është një gjë që s'duhet të ndryshoj kurrë pavarësisht gjithave. Unë them se te Hipokrati vijoj të gjej mënyrën e rregullave të cilat duhet ta mbajnë në këmbë një program, duke filluar që nga qartësia e autorit deri tek puna, tek detyrat e gjithë secilit, dhe pastaj tek mënyra se si respektohet i ftuari dhe se si çohet në publik ajo për cilën ti je aty. Je në një hapësirë publike, ke një mikrofon, ke një kamera përpara, ku edhe sikur 10 njerëz të shikojnë, ti duhet të jesh jo vetëm e fokusuar, po duhet të jesh e ndërgjegjshme që atij njeriu, atyre njerëzve, atij publiku po i shërben. Okej. Mendon se njerëzve ju kanë mbaruar idet pra për të sjell risi të reja në televizion? Për të thënë vërtetën, të vërtetën, se për të gënjur, hajde lëshojmë ne po. Për të vërtetën. Për të thënë vërtetën, është koha që më shumë ide duhet të gjeneroj sot media. Kur them media, kanë fjalën për televizionin, radion, median e shkruar, sepse vetëm idet janë ato që e çojnë përpara dhe të mbajnë ty në një nivel me kohën. Në momentin që publiku sot është një publik i lexuar. Po. Një publik i cili po ta vesh re në mënyrën se si shkruan, flas për ata që janë në interaksion me ty, jo për ata që fyen, ata nuk do të bësh ata do fyen, e kanë dartur. Për atë punë janë aty. Por duke pasur një interaktivitet me ata që të ndjekin, duke të shkruar në përjetë, duke të shkruar, duke edhe mesazhe në privat, ti kupton që ata janë të kualifikuar dhe ti nuk duhet në asnjë çast, po në asnjë çast të vetëm ti quash më poshtë se sa puna jote, më poshtë se sa ajo që ti përfaqëson, jo, ka raste që ata janë më lart se ty. Okej, pra duhet ta pranojmë që ka njerëz që e bëjnë gjën më mirë se sa ne. Absolutisht, dhe duhet të pranojmë që nëse idet kanë shteruar, nëse ide nuk ka më, por ti hap dhe shikon dhe kopjon dhe plagjaturat janë pjesë e neveritshme e një minutazhi mediatik, kjo të bën edhe publikun e largon nga ty, mund të të shikojë një herë për kuriozitet, po jam e sigurt që një gjë e re është 100 herë më e mirë dhe më e bukur se sa një gjë e kopjuar.